as nuk duhet më u friksu që kjo, ose themelimi i asociacionit, do të jetë shkatrimtar për Kosovën, sepse nuk është ashtu, nuk është i menduar ashtu. Pra këtë drejtim mendoj që partitë opozitare, ose ata që mund ta krijojnë qeverinë, duhet të jenë më të guximshëm në këtë pikë. Dhe të shohin pastaj se cilat janë përfitimet që mund t'i marrë Kosova duke e filluar këtë proces. Nuk do të tolerohet më mendoj unë, dhe po i kushton Hoxha Shtraj Kosovës me politika të tilla që i kemi pa tash së fundi, politika të cilat vetëm dinë me thonë jo. Nuk e pranoj këtë, nuk e pranoj ato, nuk e pranoj ato. Po ti dush me tregu çka pranon. Po, për gjithçka kemi konstruktu monstrume. Dhe tash, që kjo është që e përmend është jashtëzakonisht e rëndësishme. Do me thonë pse pyetja duhet shtrohet nga partitë politike, po edhe nga të gjithë ata që kanë qasje në diskutimin publik, pse për shembull themelimi i asociacionit kushton elektoralisht. Se këtu ka një arsye. Unë mendoj për një arsye të vetme, që ka një parti politike, lëvizjeve të vendosit, ku kam qenë në dhonë, që ka një historik të gjatë të kundërshtimit, edhe të, si të them kështu, konstruktimit të këqijave që mund të vinë nga asociacioni, dhe ka një anë tjetër të politikës, të cilët në rastin më të mirë kanë heshtë, e nga një herë dhe janë pajtu. Pra monstrumi i krijuar me emrin asociacioni komunal me shumicë serbe, është krijesë politike. Dhe njerëzit e mendojnë ashtu me që kanë dëgjuar që është ashtu, që nuk kupton që kjo mund të prapa kthehet. Pra për shembull partitë politike, cilat do qoftë edhe zoti Kurti nëse është ai. Nëse duan ta zbatojnë dhe duhet ta zbatojnë, sepse kemi obligim ta zbatojnë, atëherë duhet me përgatitë terren, me dalë me tregu. Do me tregu çka po zbaton. Domethënë çëra që dim se unë mendoj që to janë mund të thuhet që janë mbase kështu probleme të vogla politike, po kanë domethënie të mëdha. Për shembull zoti Kurti e ka marrë vendimin për zbatimin praktik, kadastral të marrëveshjes, të të aktgjykimit gjykatës kushtetuese për manastirin e Çanit, që ka qenë obligim. Domethënë është vendimi i gjykatës kushtetuese së Republikës Kosovës s'ki çare pa e zbatu, edhe ka zbatu të thonë është vendim i keq. Domethënë nëse është vendim i keq, pse prapë zbaton? Qysh mundesh me thonë ti kena bo marrëveshje, po marrëveshja është e keqe. Marrëveshja është gjithë e mirë, se ke bo marrëveshje, domethënë je marrë vesh. Ke qenë i vëdejshëm kur e ke. Po pra, dhe këtë drejtim konsideroj që gjitha këto anomali në diskutimin tonë publik e politik mund të zhduken dhe duhet të zhduken. Për shembull, kur e shtrojnë pyetjen te periudha e negociatave në Vjenë, edhe plani aty saj. A kanë qenë ato kompromise që i kemi qujur atëherë pranueshme për qytetarët e Republikës? Jo. A ka qenë i pranueshëm decentralizimi? Shko pyeti për shembull në Xhelan qytetarë që mendojnë për decentralizimin. Shko pyeti në Kamenic që mendojnë për decentralizimin. Shko pyeti qytetarët në Novobërt që mendojnë për decentralizimin. Këtë ka të ndështu. Po në fund plani ka qenë i pranueshëm. Pse? Për dy arsye, mendoj. Një që ka ardhur pavarësia, elementi kryesor, e dyta që është punu gjatë për me shpjegu qytetarëve të Republikës Kosovës sa e plan do të jetë.